Jehona ka zhvilluar një intervistë në Gjakov ku flet për shëndetësinë. Do thotë nga premta Gjakova me shërbim shëndetësor në përshtëpi për pacientët e palëvizshëm. Detajet e tjera i kuptojmë në intervistë. Përshëndetje Agnesa, për ju dhe gjithë shikuesit e Koha Vizionit. Pra sot kemi dalur pak nga komuna e Prishtinës dhe jemi në komunën e Gjakovës, apo më saktësisht në drejtorinë e shëndetësisë, pra në këtë komunë, e që do të flasim pak edhe për kujdesin paliativ, e cila pra së shpejti pritet që të hapet një qendër, e për këtë do të pra na ka pritur në zyrën e saj dhe drejtoresha e shëndetësisë në këtë komunë. Kështu që faleminderit shumë që na pranuat dhe jeni të gatshëm të jepni një intervistë për neve dhe për shikuesit e Koha Vizionit. Atëherë faleminderit, ju përshëndes, faleminderit edhe që keni ardhur. Pra të premten inaugurohet objekti i cili është i dedikuar për kujdesin paliativ. Aty është një qendër e madhe e qendrës mjekësisë familjare që thirret Ereniko, e kemi edhe pjesën e mamografisë. Ajo është investuar nga një projekt i cili e kemi bashkëpunim. Është vlerë rreth 50.000 euro, pra ai objekti ka qenë ekzistues, na veç e kemi renovuar dhe i kemi shti inventarin. Qendra e kujdesit paliativ deri tash këtë shërbim e ka kryer urgjenca dhe për letimin e urgjencës, pra që e ka bërë këtë punë deri më tani, sepse urgjenca ka një rol tjetër që e luan në qytet, pra siç e dijmë janë aksidentet edhe rastet që janë më të rënda edhe që dalin në terren. Kujdesi paliativ për çdo qytetar do të jetë një lehtësë shumë e madhe për ta, sidomos për familjarët. Ne kemi pas gjithmonë kërkesa për autoambulancë për personat pra që kanë qenë të paralizuar ose me stadet të kancerit, me stadet të fundit. Gjithmonë urgjenca ka luajtur rolin edhe gjithmonë jemi dashur ta tërheqim një autoambulancë ose një ekip për një diagnozë deri në spital ose për një trajtim të atij pacienti. Tash kujdesi paliativ e luan këtë rol, se do të mirën shërbimet pra në mrena për mrena pra të familjes, të personi që është si me këto sëmundje pra që i përmenda. Tjetra është që do të letohet shumë një barë, edhe neve si kërkesa që kemi pas çdo herë, pra ekipa është me 4 infermier dhe 1 mjek, i cili do të shkon edhe në shtëpia, thash edhe herë, që do t'i viziton aty, ose që kanë nevojë edhe për dhënien e terapisë, ose të mirët edhe të shkohet deri në spital për një diagnozë, ose për një EO, ose për një CT, apo çkado që të kanë nevojë. Shërbimet tjera do të mirën pra të gjitha terapit në kujdesin paliativ, siç janë infuzioni, intravenoze muskulare, subkutane të tjera. Pra na jemi të folë pra në kuadër të personave që janë të moshës pra me këto diagnoza, jo për personat shnosh se mundën me marë të gjithë qytetarët me shku për me marë shërbim, por nuk është për të personat të cilët janë në gjendje të shkojnë të marrin shërbimin vetë me personat të cilët për flasim deri me tash me këto diagnoza. Na do të dalim edhe me përshkrim të detajuar si nëpërmjet televizioneve, po ashtu edhe nëpërmjet faqeve zyrtare që kemi edhe të komunës. Pra ju tha që janë 4 infermiera, do të jenë të gjitha që shkojnë me një ekip, apo do të jenë të nda që shkojnë pra në të njëjtën kohë në shtëpi të ndryshme? Jo, një ekip do të dalë në terren, faktikisht është muaj i parë dhe i dyti pak më i zërshëm derisa të identifikohen ata personat të cilët kërkojnë, edhe atëherë menaxhohet me lehet. Me ekip do dalin mjeku me 2 infermier, kurse 2 të tjerë do të qëndrojnë në objekt, sepse edhe aty do të marrin shërbimet, siç janë infuzionet, pra se thash edhe terapiat tjera. Pra në Prishtinë pra kemi ne edhe shërbimin derë me derë, pra i cili është ngjashëm, a do të ketë pra çdo mëngjes telefonata apo pranime të telefonatave të ndryshme, apo si do të bëhet pra identifikimi i atyre që ka nevojë? Na veç janë të punu për numrin të cilët ka mi posedu qendra. Orari i tyre zyrtar do të jetë 7 mëngjes deri në ora 10 me 2 ndrime, do të punon edhe të shtundën e dielën ekipa, edhe po identifikohet nëpërmjet telefonatës. Sikur e kanë bërë nëpërmjet urgjencës, njëjtë kanë mi bërë edhe të kujdesit paliativ. Pra tash jemi në fund të mandatit të kësaj qeverisje, themi në të gjitha komunat, cilat janë punët që ju presin
ti përfundoni gjatë këtij mandati sa edhe ka mbet kohë pa dishme cek nëse do të vazhdojë ose jo pastaj. Atëherë faleminderit të pjesë të kapitalit, pra si drejtori kemi pas shumë projekta të vazhdueshme pra 2024-2025 që do të vazhdojnë, është shtëpia e pleqjve ditore, kreative, që do të marrin shërbimet të pensionist, do të luajin, do të qëndrojnë pra qendër ditore. Atëherë kemi është në përfundim, si vjet pra edhe përorohet në këtë mandat timin. E kemi banimin social pjesa 2 për lot dyshi që është veç faza e fundit, edhe aty thirrjen publike për banime sociale veç e kemi përfundu, janë komisioni duke punu, në rreth kësaj çështja është një banes me 30 njësi të reja, kurse 48 njësi të tjera, për 2 banesa tjera ekzistuese, njëra vitin e kaluar është renovu, që ajo për ndërtimi deri me tani nuk e ka marrë një renovim, është renovu për herë të parë në vlerë prej 390.000 euro, është kulmi, fasada, dritaret, hyrja, mbrëmshme janë shkollet, pushimore edhe tjera, për më kriju një ambient më të pastër edhe më të mirë. Si vjet është edhe pjesa e dytë e banesës sociale dhe ajo përfundon. Renovimet i kemi pas kohë të ambulantave, të cilat deri me tani besoj që deri në 80% të kushteve për shërbimeve që janë plotsu. Si është pra vetë shërbimi në komunën të Gjakovës në për shtëpi të shëndetit dhe sa ka ndryshuar ndoshta nga kohët e kaluara me këtë mandat që jeni ju? Atëherë unë besoj që kom arrit deri dikun, nuk mundesh me arrit 100%. Tjetra është që ato duhet veten qytetarët sa janë të kënaqen. Dire shumë atër që ndatë kohën për neve sot. Faleminderit edhe për jush. Respekt.